Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Është hapur Wake Up edhe për sot. Data është 29 prill 2025. Unë jam Blendi Sala, Engjina Sufi. Mirëmëngjesi të gjithëve dhe ditë sa më të mbar. Dhe Neada Muçaj. Mirëmëngjesi, gëzuar të martën e bukur me diell as pak ters. Dhe një ditë shumë e bukur dhe veçantë dhe kemi një thirrje për ju, shitet një biçikletë. Kush është interesuar në kontaktoj? Apo jo Blendi? Me kam dhe me tent kundra shiut. Me vërtet tash do ta dhuroja ty biçikletën. S'kam biçikletë për të shitur. Me vërtet? Jo, faleminderit. Biçikletë për të shitur. Sa mos e kërkon lekët pas kamerave. Asaj. Jo. Si qeshit, më duket atë se kam ide. Kur ti kesh nga këto raste. Po flisim për mjetet transporti e gjëra të reja të bukura dhe doli dhe biçikleta, po. Këtë ka të mirë. Tani ndonjëherë të lëse ikën dhe zinxhiri ndonjëherë për shembull kputet apo ku diun se çfarë ke. Ti bën duar të pis biçikleta. Her pas here me të zeza ashtu kur mundohesh ta rregullosh. Ajo graca e gjë, po është përgjithsisht shumë e mirë. Nuk të lë në balt. Është e vërtet. Sidomos kur e ke punën afër një herë. Kënaqësi. Për ty është mjeti ideal, besoj. Po këto monopatet nuk të pëlqejnë? Jo, nuk më pëlqejnë. I kam frikë. Ishte një periudhë që filluan të përdorin të gjithë. Në rrugët e Tiranës të gjithë me një monopat. Unë kam përdorur asnjë, e kam përdorur vetëm një herë në një sallë ku shiten makina dhe monopate. Për ta provuar. E provova vetëm aty dhe është vetëm një herë që unë kam hyrë te ajo gjëja. E shikoj që të gjithë mund t'i japin, nuk duket sikur ka. Vetëm një herë që unë kam hyrë tek ajo gjëja, nëse doni ta dini, është tek liçeni kur dolën në fillim fare për të provuar dhe me sa duket ato edhe nuk kishin ai wow. Dhe hera parë dhe fundit ishte që urrëzova dhe theva turint. Po, se ato kanë një gjë të keqe. Marrin shumë shpejtësi, edhe kur frenon, jo të thyen vërtet turint. Jo, me që frenon bie para. Po them gjuna kur i edhe e bukur, e kupton se të bjerë në një për një rregullim të vogël sepse ishte si dyshes. Dhe frenojun e zgjuara, frenoi dhe i ke përpara dhe u thjesht si një thes. Ndodh. Është pesha. Shishë monopatet jo, s'jan për të përgjigjur shkurt asaj gjë. Po biçikleta është shumë e mirë. Realisht biçikleta është shumë e mirë. Pak e rrezikshme se gjithmonë janë kursitë zëna me tipa e me kështu. Kështu që do të kesh mendjen atje. Mirë shumë është mbash helmet gjithmonë. Dëgjova njërin një herë se e bëm shumë kështu tani. Jo, është për gjithë ky ishte kirurg, një kirurg, neurolog, kam përshtypjen dhe thoshte se keni idenë se sa shumë njerëz vinë që janë rrëzuar nga bicikleta, edhe kanë rënë me kokë. Dhe dëmtimet pastaj që mund të marrësh në truthun ata, krahasimisht ti vesh një helmet, po ne mundohemi thoshte, ishte shumë tip. Ne mundohemi, por nuk e bëjmë dot siç ishte. Trurin mbasi e ke përplasur mirë me bicikletë. Mua më duket sikur ata që lëvizin me bicikletë në Tiranë nuk e shijojnë realisht. Sepse një nuk ke korsi kudo të dedikuara për bicikleta, dy ato që janë të zëna, me makina, me rrashe, me njerëz, me grumbuj dhe gjithë detyrohen pastaj e marrin dorë ose thjesht ndalin. Po tani do të një çik infrastrukturë tjetër, me thënë të drejtën, se edhe na vën për shkak të ato korsitë të bicikletave kanë bërë rrugën kaq. Është metropol dhe për bicikletat dhe për makinat, jam shumë dakord. Është vërtet është. Po si ta bëjmë? Ta bëjmë me dy kate rrugën, një kat për bicikletat, një kat për makinat. Ore po i bën gjitha rrugët pedonale. Edhe këtu. Si po i ngushtojnë me. Nuk e di. Po nga që kemi rrugë shumë ndaja, mami. Janë këto firma. Trafik me. Janë këto firma të arkitekturës, që kanë ca idera për ta kthyer qytetin njerëzve. Nuk plani urbanistik zy është për ta keq. Nëse. Çeni nga ditëlindjet thotë. Kuki edhe 100 të bëhet. Është dem. Çeni është dem. Unë dhe 100% edhe 100 të bëhet? Po. Okej, edhe 100. Do bëhet ty. Mashallah. Për shembull mund të thuhet edhe 20 të bëhet, për shkakun se është si 100 vjeç, për njeriu 20 vjeç për qenin. 10 vjeç. U bësh dhe 20. Okej. Qeni Angel sot, shumurime për veten time, shumurime për veten time, shumurime për veten time, shumurime për veten time. Miq të dashur, ka ndonjëri nga qend apo macet tuaja ditëlindjen sot na shkruani. Ka për vjetor, more, 10 vjeç. Do na ftosh shumë mirë. Sigurisht, dani mishin e Kukit, se unë bëj gjëri ke mishi edhe. Kuki është akoma vetëm apo është lidhur? Vetëm. Vetëm. Ne vetëm shtëpi grash. Qeni lirë. Ne jemi shtëpi grash. Kuki do vetëm një gjë për ditëlindje. Ai blen ëmbëlsirë për ditëlindje? Ja shumë pak. Vetëm sa ta pinje. Nuk do ëmbëlsirë, ai do nuse. Do burr, s'është grua. Është gocë more, do nuse. Po mirë tash. Jetë në vet ka ai, ne nuk paraqitoj. Nuk paraqitoj. Tash është burr, okay. Fine. Kemi rikthyer sërish në studion e Wake Up për të vijuar me pyetjen e ditës për sot. Si e bën ti më të mirë jetën e njerëzve që ke pranë?
Na shkruaj në 069 442 873 të dëgjojmë mendimet tuaja, mesazhet tuaja, por kemi dhe komente. Kemi shumë komente. Blerta thot duke i ndihmuar dhe duke bër humor. Bravo Blerta. Dritani thot duke mos ndërhyrë në jetën e tyre. Ju jap mendim vetëm nëse ma kërkojnë, i ndihmoj me aq sa mundem, kur jap fjalën e mbaj dhe kryesisht përpiqem të bëj të ndihen mirë. Njeriu mund t'i falë të gjitha përveç një gjëje, asaj kur e ke të bëhet të ndihet keq. Okej. Rezarta thotë unë përpiqem t'ua bëj jetën më të mirë përmes ndihmës, mirëkuptimit dhe përkrahjes, duke u përgjigjur me kujdes, duke ofruar zgjidhje ose fjalë që lehtësojnë ditën dhe duke qenë gjithmonë i pranishëm kur dikush ka nevojë. Enkeleta thotë sinqeritet për zgjedhje, nëse nuk i ndihmoj dot, të paktën keq nuk i bëj njeriu. Vlen të admirosh arritjet dhe virtytet e tjetrit, të bën nder më shumë se xhelozia e ëmbël. Ka të xhelozi të ëmbël. Edvini thotë duke i falur dashuri dhe ngrohtësi, duke mos ndërhyrë në jetën e tyre. Përsëritet kjo. Ridli thotë sinqeritetin dhe t'i trajtoj si familje. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Duke qeshur dhe duke bërë humor, thotë edhe Luna. Shumë komente të bukura. Pra morali i kësaj është duke qeshur, duke bërë humor, duke marrë jetën me sportivitet edhe duke mos ndërhyrë te jeta e tjetrit. Kjo është një mënyrë që mund të bëjmë për të tjerët. Po duke shprehur dashurinë për shembull. Duke u thënë shpesh që i vlerëson ose që i don, ose nëse e bën mirë diçka ose ja dalin në diçka në jetë që e kanë të rëndësishme, ti je aty për ti duar trokitur, se kjo është një shtys, është diçka shumë e mirë. Për të motivuar. Po, pra mund të thuash që i do fort edhe i vlerëson. Nga ana tjetër e kam shumë qejf ose e kam shumë qejf edhe për njerëz të tjerë, pra që mund të kenë mbrojtur, që t'ua mbajmë mend detajet e vogla që i bëjnë të lumtur. Ata kanë jetën e tyre, po. Pra disa gjëra që duken shumë të vogla, por kur ti i tregon me diçka ose me një fjalë që shikoj unë mbaj mend këtë gjë, njerëzit lumturohen shumë. Mund të bësh gjëra të vogla, pra mund të bësh. Çfarë bën ti për të bërë njerëzit rreth teje më të lumtur? Bëj humor, po. Këto janë aftësitë e mia, po jo, unë them që sa herë që ke nevojë, më thuaj. Më merr në telefon dhe do jem aty për ty. Call me, domethënë është call me. Besoj që kjo është mbështetja më e madhe e mundshme që mund të bësh për një njerëz. Po njerëzit kanë nevojë ti dëgjosh. Ndonjëherë një kompliment i vogël mund të ndryshojë ditën e dikujt, një interesim i sinqert rreth halleve, shqetësimeve që dikush ka. Një mos futje hundësh për shembull në punën e tjerëve mund të jetë ka mënyra se si ti mund të jesh normal me të tjerët. Për shembull Blendi. Nuk e di se nëse i përdorni në këtë formë për shembull, po ka një gjë shumë të mirë, se dalin video ose shprehje që janë të gatshme, normalisht. Dhe ka ndonjë shprehje të bukur që mund të përkufizoj shumë bukur një shoqe ose një mik tënd. E ja dërgon ti. Dhe këtë vën ditën më të bukur. E di, ka një 2 muaj vetëm më dërgon shprehje. Ka mundësi të lutem. Po çfarë do të mesazh? Kristinës për shembull, shoqes time të ngushtë i çoj shprehje që i thonë mama shumë e mirë, mama shumë e fortë dhe ndihet mirë. Kristina, shikoj se shkruaj Oscar Wilde për ty. Shumë mirë. Okej, na shkruani ju si e bëni ju. A jeni të ndërgjegjshëm për këtë që mund ta bëjmë jetën e të tjerëve? Si e bëni ju? Po ti si e bën? Me këto që thash, Ai gatuan, s'është dem. Unë gatuaj, e kam shumë qejf që ti ushqej njerëzit, kjo është ushqimin e mirë. Më kënaq, realisht më kënaq të ushqej të tjerët. Gatuaj për të tjerët është një gjë që më pëlqen. Kemi ca vite që punoj. Më ashtu. Edhe duke ka gatuar ndonjëherë. Jo, nuk ka qenë rasti, po. Shikon ti, kjo ka nevojë për një korrigjim. Okej, mirë, kështu që do gatuaj edhe për ju. Do ta gjejmë kuzhinën diku. Do të gatuash. Do të kenë mish ato gjëra që bëj unë patjetër. Mish, po ne ha mish, kush ta ty që kemi probleme me mishin? Po, e di që ha mishin. Nuk thash se ha mishin. Po jo mëngjes. Do shkojmë tani te kënga e ditës. Ju na shkruani, do të dëgjojmë nga ju 069 442 873. Te kënga e ditës sot kemi një vajzë nga Anglia që quhet Ellie Goulding, e cila në datën 29 prill të vitit 2011 ishte këngëtarja e dasmës Princit William me Catherine Middleton. Ajo mori përsipër që të këndonte në këtë dasëm këngën e Elton John, Your Song, një version të saj që do të dëgjojmë sot si këngën e ditës. Ellie ka treguar që ishte aq sekrete e gjitha gjëja, saqë unë mendoja, thoshte, se më merrnin këtu thjesht për të qëndruar në vend të Elton Johnit dhe ai do vinte në fakt këndonte në dasëm. Dhe unë isha vetëm kështu një shpërqendrim atje, po, edhe duhet këndoja këngën e tij për të bërë sikur është zëres është Elton Johni këtu edhe, po kemi Ellin për momentin, po në fakt ishte ajo që do të këndonte vërtet. Edhe ajo këndoi. Se nuk morën Aurela Gaçën ata.
Ishte e zënë. Dhe ishte zjarr. Ishte e zënë. Ishte dasma më e bukur. Dhe përpara se të dilni nga shtëpia sot, ju njohim me parashikimin e motit. Ditët e fundit të prillit janë me diell, moti ngrohet dhe largohen vranësirat. Në fakt e njëjtja dhe e premtja janë ditët më të nxehta të kësaj jave, ku temperaturat do të arrijnë deri në 30 gradë Celsius. Plazh. Bëni gati të ndroni garderobën tuaj dhe të nxirrni rrobat e banjës. Është koha për plazh. Ndalemi pak edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Prishtina zgjohet me temperatura 4 deri në 17 gradë Celsius, Podgorica 11 deri në 24 gradë Celsius, Athina 11 deri në 16 gradë Celsius dhe Shkupi 6 deri në 22 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 29 prill. Dhe tani, pyetja e pamundur. Dhe tani Erdhi vera edhe unë se kam ende zërin tim. Se çfarë po ndodh nuk e kuptoj. Gjithsesi, kujt intereson fundja? Ne kemi një pyetje të pamundur. 75% e prindërve nuk i lejojnë fëmijët e tyre ta bëjnë këtë. Bravo prindër. Ta bëjnë këtë. Jo, dhe nuk ju pëlqen fare kur ndodh. Dhe është gjë e mirë që si lejon. Për mendimin tim është shumë e mirë. Se di për të ndin. E miru a bën. Se ti mund thua që fëmijët kanë lirinë e tyre, kanë botën e tyre të bëjnë çfarë duan. Ja do pyes tatmit. Duhet edhe autoriteti. Ishim mami hajde çik këtu. Do pyes. Sa kete? 5? Un kam 4. 4. Po. Okej. Kjo është në lavdërim të disiplinës. Edhe një herë tjetër? 75% e prindërve nuk e lejojnë që fëmijët e tyre ta bëjnë këtë gjë. Ashtu. Po këto prindër janë stoik, si apo? Jo, ma këta bëjnë namin për vete, po të fëmijët se duan këtë gjë. Shikoj, pra bëj siç them un, po mos bëj si bëj un. Është një shprehje vjetër tiranëse kjo. Çfarë bëni që bësh film shumë bësh. 442 8873 069 442 8873. Dua t'ju prezantoj me një burr shumë të mirë. Emrin që quhet Bruno Serato. Ai është shef në Anaheim të Kalifornisë. Çfarë moshe ka? Është nga Verona. Jo në atë propozim, po është me drejtë e di sigurisht. Por është mirë, sa vish. Është një burr i shkëlqyer, me thënë drejtën. Tani Bruno Serato është një shef nga Verona, pra me origjinë është nga Verona. Kur ka shkuar në Amerikë ka pasur vetëm $200 në xhep. Dhe atje ngrej një restorant të madh të quajtur The White House, që është një restorant italian, i cili i shërbente për të bërë para në mënyrë që ai të ushqente fëmijë të lagjeve të varfra të Anaheimit në Kaliforni. Dhe restoranti u doq. Dhe shpëtoi nga ky restorant vetëm një ruzare që papa i pa dhënë Brunos. Bruno ka takuar papën 4 herë. Ky është restoranti ashtu siç dukej para se të digjej. Dhe ishte një restorant luksi, po e quaj, ku ky vinte të takonte atje me gatimet speciale italiane e gjërat e tjera, po të gjithën këtë Bruno e bënte vetëm në mënyrë që në darkë të mund të ushqente fëmijët, dilte me humbje. Dhe më shumë pjata i jepte edhe i jep akoma se Bruno vazhdon, se sa edhe i prezantonte këta fëmijë nga lagjet shumë të varfra, nga ku ka krim, ku ka drog, ku ka gjithçka me gatime shumë të mira. Dhe vuri dhe shtëpinë e tij në shitje në mënyrë që se s'kishte para. Dhe kur u doq restoranti, u dëshpërua në një mënyrë të jashtëzakonshme, ka treguar në atë kohë se sa e vështirë ishte tani, dhe ngrihen njerëzit nga ishin e nga sishin, edhe japin para në mënyrë që të ringrihet prap restoranti The White House, po. Dhe ja ka dhënë papës si premtim se kjo ishte në kuadër të miqve të papës si gjë, që ta vazhdonte këtë mision për të ushqyer këta fëmijë. Restoranti është rindërtuar, është ringritur nga e para siç ka qenë. Është ende i hapur? Është ende i hapur tani sepse i erdhi kjo dhuratë, po themi, nga gjithë ata njerëzit që u mblodhen bashkë, edhe i thanë do bëjmë një natë madhe gala, do të mbledhim para dhe do të vazhdosh misionin tënd. Ai nuk bën para. Të gjithë parat shkojnë vetëm për të ushqyer ata fëmijët mbas dite. Edhe tregonte se si u bëra një herë makarona to, se ky quhet edhe pasta men, u bëra me brokoli. Dhe nuk mi hëngrën tha me brokoli. Kështu që çfarë bëj tani, thot, kur bëj marinaren, kur bëj salcën e gatimit. Fus brokoli brenda. Fus brokoli, thot, fus lloj-lloj kështu i gri pastaj. Shumë kështu edhe në këtë mënyrë fëmijët nuk e marrin vesh. A mund ta propozojmë zotrin për të qenë papa i radhës? Mund të ishte, por mund ta merrnim për na udhëhequr neve. Është pjesë e temës tonë të ditës sot, si e bëjmë në jetën e të tjerëve pak më të mirë. Domethënë çfarë mund të bëjmë për ta bërë jetën e njerëzve të tjerë pak më të mirë. Kështu që gjëra të thjeshta, si makarona me salcë për shembull. Po, ato të ngrojnë shpirtin. Është koha tani për lojën tonë të paftuarit. Gjithë ju që doni të fitoni, e jani tani.
Kush jeni ju lutni? I paftuari. E paftuara. Në Wake Up. Atëherë, për mëngjesin e sotëm kemi gjuhë të ndryshme nga bota, njëra nga cilat ka një dallim nga të tjerat. Dhe duhet të gjejmë se cila është 069 442 873, si gjithmonë është numri ynë i telefonit dhe gjuhët tona për sot janë këto. Jebi. Italisht. Italiano. Anglisht. English. Hello. Shqip. Çfarë bëre vëlla mirë? Greqisht. Hello. Oh, papaqi, dadiki, ka zion. Pra këto janë gjuhët tona për mëngjesin e sotëm, edhe një herë tjetër në këtë tryezë të shtruar kemi italisht, papashi me targa zaziqi. Anglisht, shqip dhe greqisht. Unë mendoj që është shqipja sepse është gjuha më e bukur në botë, Alban. Patjetër Alban, patjetër. Ai është një mini helikopter, Alban. Një mini helikopter. Që më vonë sonte do ta quajmë një dron, po. Është një dragua me flamurin. Ishte shumë bukur ai momentin, sa harroj asnjëherë, pra, se ishte ajo nata. Edhe ai shfaqet droni atje, bën gjën që bën mbi stadiumin në Beograd. Ne s'dim as ç'ata quajmë. Komentatori e quajnë nuk e di kush ishte, Shako më duket ishte kush ishte. Edhe i thotë është një mini helikopter. Pa le Shako si duk mini helikopter. Me një pilot të vogël, quhet Nils Holgerssoni, në timonin e tij. Onili më djathtas. Atëherë, le të shikojmë tani se kush është në telefon. Shako Hoxha. Po dhe Shako na duhet më mirë. Përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u grive? Mirë, faleminderit. Të lutem, kemi një pyetje. Po. Si e ka emrin Shako Hoxha? Tani. Tani, okay, mirë, kalon, fiton. Mos e do zër levza lumadhin. Shumë mirë. Po ku jemi sot me ty? Ku ndodhesh? Në Tiranë, makinë jam duke vajtë për punë. Okej, shumë mirë. Ka trafik? Alo? Po. A ka trafik? S'do të përgjigjet më. Ka trafik, okej, mirë, shumë mirë. Njeriu që është i zënë, ka shumë trafik edhe po shikon përpara. Okej. Si më shkokutje zëri. S'ka gjë, okej. Atëherë le të provojmë me gjuhët që kishim për sot. Pra kemi italishten, anglishten, shqipen dhe greqishten. Po. Cila nuk përket në këtë katërsha? Greqishtja, sepse nuk ka alfabet latin. Nuk ka alfabet latin. Kjo është përgjigjja e saj, po. Gjithë të tjerat kanë alfabetin latin, greqishtja ka alfabetin grek ose euklidian, si quhet. Euklidian. Kështu që të lumt. Kemi një pyetje tjetër të rëndësishme për ju. Pa. Po ti kush je? I paftuar. Efkaristo Parapoli. Fiks Efkaristo Parapoli. Ade bravo Remoromu. Të lumt. Ti ke fituar një kupon prej 5000 lekësh të reja nga Fit Health. Do të bësh atje ose ti ose dikush cili ti adhuron këtë kuponin. Testin laboratorik bëhet pastaj edhe një dietë e përshtatshme që të jetë ashtu siç duhet për shëndetin më të mirë, okay? Faleminderit ty. Po s'na the emrin e vërtet? Bernard, po? Krenar. Renard. Njëra. Brenard. Që u bëfshim lëmsh. Një sekond, na e gërmëzo. Fillon me B, R, E. Brenard. Po, bravo. Brenard, okay, Brenard. Bravo, jam shumë krenar. Shumë i bukur. Brenard, bravo të qoft, faleminderit shumë, punë të mbar. Se ka dhe emër shumë të bukur, po s'po dëgjoni nga veshët. Shumë mirë vërtet, Brenard. Na kanë lënë veshët, po jemi të tërë. Do të jetë bashkim emrash. Se kisha dëgjuar Brenard. Shumë emër i bukur. Nardi. Nardi është babi, Brej është mami. Mami është Brenda, mund të jetë. Mami Brenda? Brenda, emër amerikan. Brenda. Ku di më tani, është Brenda në shtëpi. Okej, shikon. Kemi një raport të vogël, misteri i jashtëzakonshëm ditën e djeshme në Spanjë, Portugali dhe në jug të Francës. Kolaps total. Ikja masive e dritave atje, pra datën 8 prill të 2025-s, filloi në orën 12:33 të drekës dhe ndaluan aeroporte, porte, stacione trenash, autobusësh e kudo tjetër, njerëz pafund që kanë mbetur në ashensor anë mban qyteteve atje dhe kanë pas përpjekje për dal, trafiku ishte jashtëzakonshëm sepse semaforët kanë pushuar së punuari dhe kjo sepse ishte gjitha një mister.
Ajo që hakera thon apo jo, se shikoj se çfarë thon. Shkaku i ndërprerjes sipas operatorit të rrjetit në të dy vendet, Red Electrica në Spanjë dhe Ren në Portugali, është për shkak të një fenomeni të rrallë atmosferik të quajtur dridhje e induktuar atmosferike. Çfarë ndodh është me telat e tensionit të lartë, kur sepse ata kanë thënë që ka pasur ngritje dhe ulje të befta të temperaturës dhe misteri është në faktin që po shikosh hartën e motit dje për shemb për Spanjën është një ditë tipike pranvere. Asgjë e jashtëzakonshme. Kur ajri thon këta ndryshon temperaturën shpejt, këta telat fillojnë të luajnë sikur si loja militar me vajzat. Vetvetiu sepse ionizohet ajri përreth dhe çfarë bën pastaj është që ndryshon frekuenca e elektricitetit dhe kjo nuk përkon më me frekuencën e gjithë rrjetit dhe supozohet që kjo bën shutdownin pastaj, fikjen e rrjetit. Mirë, po jo të tërin, supozohet që ti të fikësh një dritë, fjala vjen në banjo, sepse je në kuzhinë, po jo të fikësh gjithë rrjetin siç ndodhi në këtë rast. Kështu që është një mister, sepse temperaturat nuk ishin aq të çuditshme ditën e dieshme. Dhe kjo ka ndodhur edhe në Spanjë dhe në Francë dhe në Portugali? Edhe në Francë, po, gjithashtu në Francën e Jugut, një pjesë të Francës. Por po të përfituroni, domethënë se çfarë ndodh në këto qytete me miliona banor, me miliona ashensor, të ndezur gjithandej. Spitalet patën probleme gjithashtu. Çdo gjë e fikur, çdo gjë. Ishte dhe vazhdon të jetë, sepse ne mërzitemi kur na bllokohet WhatsApp-i një orë ose bie Instagrami. Janë kthyer dritat vetëm pjesërisht në disa vende. Po ka ende shumë probleme dhe nuk kuptohet eksaktësisht. Tani ata këtë thonë, këtë gjë atmosferike, po kjo nga ana tjetër pastaj duket si mund shikoni, moti ka qenë perfekt ditën e dieshme nga gjithë pamjet. Në përgjithësi është ditë pranvere. Po, mendoj se mund të ishte një lloj sulmi, po. Spandja asnjë stuhi, asnjë gjë. Justifikohet me motin. Shef, çat bën moti, ta bollë Zoti, po. Po, bra. Ne kemi mesazh nga KQZ për ju. Në zgjedhjet e datës 11 maj votohet vetëm me një flet votimi. Ju mund votoni në një nga mënyrat e treguara në vijim, përndryshe fleta e votimit do të jetë e pavlefshme. Nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë përbri emrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën parapëlqyese, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë përbri emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Mos harroni të votoni. Tani kalojmë tek rekrutimi i lojës që ju bën të flisni me vete në makinë tiko tako. Ma kanë thënë shumë njerëz. Ose me pjesëtarët e familjes, jo gjithmonë me vete. Po kur je vetëm në makinë, me këtë do flasësh. Me radion. Pim, pra duam në 1 minutë kohë. Sa më shumë fjalë, të cilat mbarojnë me ti. Ti e ke fajin. Zoti. Moti. Fjalë që mbarojnë me ti. Antidoti. Shpoti. Okej. Ka shumë shpoti. Nuk e di si më vjen kjo fjalë. Shpoti me shakara ata. Oh. Shpoti, shakara. Shikot kjo tash. Nuk e di më. Es una broma. Shpoti. Ma ndjendet shpoti. Apo me shpoti, me shpoti. Nga dibra diçka ashtu dese po vracuc. Po vracuc. Po. Kështu. Kemi dhe një anagram. Le të bëjmë dhe një anagram shumë shpejt se duam të japim edhe një kupon prej 5000 lekësh nga Alba Game. Ka një aplikacion tani atë te Alba Game, e keni një vend për të gjithë lojrat tuaja. Anagrama për sot është A Blendi. Presim ne. Bifelata. Bifelata. Ka bif me latën. Ua, na mytën bif. Është ky bifi i drekut me Kendrick Lamar. Bifelata. B-I-F-E-L-A-T-A. Blendi ka një bif me latën. Bifelata. Është ajo që vjet në sallatë. Bifelata. Una burrata bifelata. Dio, meravigliosa. Okej, bifelata. Na dërgoni tani 069 442 873 069 442 873.